7 gjëra të cilët duhet t'i veprosh në Ramazan. E 7-ta ka rëndësi të veçantë. Prandaj qëndro deri në fund, se është në dobinë tënde. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. E para që duhet bësh në Ramazan është agjërimi. Agjërimi është shtyllë e Islamit. Islami qëndron mbi 5 shtylla. Agjërimi është një prej tyre. Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë obligim muslimanëve agjërimin në këtë muaj të bekuar dhe dobit, efektet e agjërimit janë shumë dimensional. Një prej dimensioneve të rëndësishme që shumë më shumë po studiohet edhe po hulumtohet fakt në këtë drejtim janë dobit shëndetësore të agjërimit. E një prej tyre është dobia e autofagisë, kur trupi rigjenerohet, riciklohet, qelizet e mira i hojnë ato të këqijet, kur mbesim pa ushqim apo edhe pa ujë. Me rëndësi është edhe pa ujë, jo vetëm pa ushqim, edhe pa ujë. Minimum apo më së paku 12 orë. Pas kësaj kohës fillon pastaj ky proces. Kështu një muj ditë rigjenerohet trupi jon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili e agjeron Ramazanin duke e bërë me bindje se Allahu ta ka obligu, se është obligim, dhe duke llogarit në shpërblimin e Allahut azza wa jall. Këtij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i falen ato që ka bëu më herët, veprat e këqija që ka bëu më herët. Më e rëndësishme është se agjërimi është mjeti më efikas që na bën të devotshëm. Prandaj Allahu subhanahu wa taala kur e përmendi obligueshmërinë e agjërimit, çka tha në fund: "La'allakum tattaqun", në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm, të bëheni për ato të cilët jeni më afër Allahut subhanahu wa taala, të cilët jeni më të dobishëm, të cilët e përmirësoni veten, e përmirësoni shpirtin, zemrën, dhe kështu, domethënë bëheni më të devotshëm. Ramazani është një universitet që na ushtron brendësisht, na bën të disiplinueshëm. Prandaj edhe këtë disiplinë të agjërimit duhet me marrë dhe në jetën përgjithësi, duhet me nxjerr prej Ramazanit dhe me marrë pas Ramazanit. E dyta që duhet të veprosh në Ramazan është leximi i Kuranit, pasi që Ramazani nuk quhet vetëm muaji i agjërimit, por se edhe muaji i Kuranit. Allahu subhanahu wa taala tha në Kur'an: "Shahru Ramadani alladhi unzila fihi al-Quran." Ramazani është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani. Edhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët, tabi'inët, ka qenë një traditë që në Ramazan të shtohet doza e leximit të Kuranit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadithin e njohur se çdo besimtar që lexon nga libri i Allahut, për çdo shkronjë i ka 10 vepra të mira. 10 vepra të mira. Vetëm, domethënë Kurani i ka 321.118 shkronja. Nëse llogarism edhe vepra të mira, thonë bëjnë më shumë se 3.200.000 vepra. Vetëm surja El-Fatiha i ka 120 shkronja sipas Ebu Said ad-Danit, që del më shumë se 1200 vepra të mira. Pastaj një gjuz i ka afërsisht 19.000 shkronja, pra mbi 100.000 vepra të mira. E një gjuz nuk merr as një orë gjys. Një faqe i ka afërsisht 550 shkronja, që janë mbi 5.000 vepra të mira. Por se këtu është me rëndësi të diferencojmë edhe diçka që nuk duhet muslimani të merret vetëm me lexim të Kuranit, por se edhe me studimin e Kuranit, me reflektimin e Kuranit, sepse kjo është qëllimi, është frytet që i nxjerrim prej Kuranit, është kur na studiojmë, mësojmë, reflektojmë dhe pastaj qesim praktik. E treta që duhet bësh në Ramazan është lutja gjatë iftarit. Lutja gjatë iftarit është shumë e rëndësishme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar një hadith autentik se 3 personave nuk i kthehet lutja prap. E një prej tyre, një parë që ka përmendur, është një udhëheqës i drejtë, pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe agjëruesi kur bën iftar. Edhe e treta atij që lutja atij që i bëhet padrejti. Hadithi është pak më i gjatë. Lutja gjatë iftarit është shumë e rëndësishme. Lutesh për çdo gjë që të preokupon, të cilën ki dëshirë me arrit, të cilën ki dëshirë për Allah azza wa jalla me të adhuru, qoftë në dunja edhe në ahiret. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë prishjes së iftarit, domethënë pasi që e ka prish iftarin, na ka mësuar një lutje që ta themi: "Dhahaba adh-dhama wa btalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah." Këtë lutje është mirë më mësu, kaloi etja, u lagën venët dhe u realizua shpërblimi insha Allah. Vepra e katërt të cilët duhet ta veprosh në Ramazan është syfyri, që të zgjohesh për syfir. Shumë e rëndësishme, pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar se ka thonë tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka, ka thonë çoni në syfir sepse në të ka bereqet. Edhe nëse vetëm një pak ujë me pi,
më rëndësi është me shfrytzu çat kohë se kohë e bereqeshme. Në çat kohë na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ndodh diçka madhështore. Edhe tash po him te 5 vepra që duhet të bëjmë, edhe kjo është gjendet në këtë hadith. Do të thonë realizohet sidomos në sefer. Pasi që zgjohemi në sefer është mirë me vepru këtë çështje, fjalë për çka fjala, është fjala për istighfarin. Pejgamberi alayhi sallallahu në këtë hadith autentik që është i transmetuar nga Abu Huraira dhe gjendet në Buhari dhe në Muslim, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall zbret në qiellin e dunjas, kur është pjesa e tretë e fundit të natës. Edhe thot, kush po mlutet që ti përgjigjem, kush po kërkon që t'i jap dhe kush kërkon falje që ta fali. Prandaj edhe për banorët e xhenetit Allahu azza wa jall ka thonë kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ata kur natën nuk kanë fletë shumë. Ata natën ishin prej atyre të cilët nuk flenin shumë. Se çka bënin ata? Ata u merrshin vepra të mira me adhurim. Edhe pastaj ka thonë Allahu azza wa jall wa bil ashari hum yastaghfirun. Ata në mëngjes, do të thonë në syfyr, në kohën e syfyrit, në kohën e agimit, në kohën e syfyrit kur çosh bangur syfyr, ata kanë kërkuar falje. Prandaj, nëse kur çosh për syfyr mos harro edhe me bëj istighfar. Kjo është vepra e 5 që përmendëm. Vepra e 6 është të ushqyerit e një agjëruesi. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar, ka thonë men fattara sa'iman. Ai që e ushqen një agjërues e merr shpërblimin e tij, pa ju paksu agjëruesit shpërblimi. Subhanallahu, pra mendo tash dikush nëse jep në ditë edhe një personi i ka shpërblim në 2 Ramazanove. Por nëse i jep 10 vetëve në ditë, subhanallah, sikur 10 Ramazane. E dikush që ushqen më shumë kështu më radh. Kjo vepra e 6, e 7 që është më e rëndësishme për krejve. Absolut më e rëndësishme është prej krejve që kjo është 7. Cila është ajo? Është namazi, është shtylla e dytë e islamit, që ka madje prioritet para agjërimit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar për namazin se është shtylla e fesë, çështja kryesore e islamit dhe shtylla e saj ka thonë është namazi. Prandaj ata që se falin namazin këtë Ramazan që nisin me fal namaz, edhe që japin besën Allahut azza wa jall që kurrë nuk kanë melon. Ata që i falin tash taravit, edhe kjo është një vepër e mirë, kur përmendet namazi, është mirë edhe të përmendet edhe namazi taravive, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar men qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili e falet në Ramazan, kanë thonë dietarët, është qëllimi i namazit taravive. Me iman, me besim, me bindje dhe duke llogarit shpërblimin, atij i falen mëkatet e mëhershme. Edhe ata që e falin taravijën, edhe një këshill anësore, le të qëndrojnë deri në fund. Pasi që kështu e arrisin shpërblimin sikur kur janë falë të natën. E mos dalin gjysmë taravive apo mas disa recateve, por se ta kryejnë me imamin, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Ai i cili falet me imamin derisa të largohet, i shkruhet shpërblim si të natën kur fal. Amo dikush nëse i fal të gjitha taravijet, pra dhe i fal me hatme të gjithë namazet e taravive që i ka fal nuk kanë vlerë sa një fars. Prandaj mos e le farsin. Allahu xhelle xhelalu ta ka kërkuar namazin fars. Ndërsa suneti është vullnetar. Nëse mundesh, kish problem të madh. Nëse nuk mundesh, nuk dënohesh, nuk ndeshkohesh. Sa i përket farzit, këtu ndryshon llogaritja, sepse Allahu xhelle xhelalu ta kërkon edhe është obligim për besimtarin edhe merresh llogari për to. Prandaj jepja besën Allahu xhelle xhelalu, që kur nuk e melon farsin. Fale namazin fars, dhe mos e lë namazin fars. Jepja besën Allahut azza wa jall, edhe vazhdojo vetëm se në Ramazan, por se edhe pas Ramazanit. 17 recate i ki obligim. 2 sabah, 4 drek, 400 ditë, 3 akşam, 4 yatsi. Allahu dën të bereqet dhe sukses. Lutë Allahun xhelle xhelalu me t'i lehtësuar veprat e mira në këtë muaj të bekuar, edhe me t'i pranu ato vepra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.